politike e presidentit Vučić, si e shikoni juve? Të dyja. Është në lëvizje imponuar nga protestat dhe një tentim për të mbajtur në pushtet akoma pas gjithë presionit të cilët kanë ushtruar protestat tani më po veç në vitin e dytë të tyre. Dhe kushtetuta e Serbisë nuk e lejon më Vučić që të jetë më president pasi e kufizon në 2 mandate. A është kjo një tentative Vučić për të futur në garë për një mandat deputeti me partin e tij të kërkoj postin e kryeministrit? Po, por kjo tregon që pushteti i tij po lëkundet, meqense se presidenti i Serbisë ka kompetenca jashtëzakonisht të mëdha përveç, domethënë, se ai mund të jetë edhe kryetar partie. Për shembull, për dallim në Kosovë që presidenti nuk mund të jetë kryetar partie, me kushtetuta në Serbi mund të jesh kryetar partie dhe të jesh president. Dhe tani problemi është që ai që do të zgjedhet president mund të jetë besnik i tij apo jo. Ne kemi në karrierën e tij politike, Vučić është ngritur në krahët e Vojislav Šešelj, dhe kur ai së bashku me zëvendësin e Šešelit, Tomislav Nikolić, tradhuan Šešelin dhe atëherë Nikolić u bë president, ndërsa Vučić kryeministër. Në momentin që Vučić i mori partinë, tani jo vetëm Šešelit që ishte në hap, po dhe Nikolićit që ishte në postën e presidentit, atëherë filloi, i ktheu shpinën edhe Nikolićit, përveç se Šešelit, dhe pastaj u bë vetë edhe president edhe kryetar partie. Tash të shohim, domethënë se ai i cili do të mund ta trashëgonin në pozitën e presidentit apo do t'i kthejë shpinën Vučićit apo jo.